Një protestë është mbajtur nga banorët e fshatit Imsh të njësisë Bubullim në Lushnjë, të cilët kundërshtojnë ndërtimin e një parku fotovoltaik në zonë. Sipas deputetit socialist Erion Braçe, po ndodh një grabitje e tokës publike për ndërtimin e paneleve diellor. Por kush do të ndërtojë në këtë zonë dhe cili është deputeti që po mbështet ndërtimin? Elton Çekrezi, pronari e Euro Elektra, ka bler tokën shtetërore dhe do të ndërtojë aty panele fotovoltaike. Çekrezi ka krijuar kompaninë Sanex Power, me cilën ka fituar leje për të ndërtuar panele fotovoltaike në Imsh të Lushnjës. Zanafilla e konfliktit ka nisur që prej vitit 2024, ku banorët sërish protestuan duke kundërshtuar ndërtimin, pasi sipas tyre zona është pronë shtetërore e patjetërsueshme nga ligji. Edhe një vit më parë deputeti socialist Erion Braçe publikoi një video ku shkruante se një person i shoqëruar nga policia po tentonte të merrte tokën e shtetit. Nga ana tjetër, Çekrezi ka bler tokën shtetërore. Për të sqaruar banorët, familja Çekrezi aso kohë reagoi me dokumente për media nditari se sipërfaqja e tokës për cilën pretendohet nuk është pronë e shtetit dhe nuk është marrë nga shteti. Familja Çekrezi deklaroi se toka është bler me kontratë notariale nga një familje ish-pronarësh, të cilët e kanë fituar pronësinë e saj me vendim të kthimit dhe kompensimit të vitit 98. Për këtë, në cilësinë e pronarëve të rinj disponojnë dokumentacion pronësor të azhurnuar nga kadastra, si edhe të gjithë dokumentacionin e origjinës. Sa i përket kundërshtimit banorëve, biznesmeni shpreh se i kanë zaptuar të gjithë sipërfaqen përfshirë tokën shtetërore dhe ato private për cilat nuk kanë asnjë dokumentacion. Duke u rikthyer në protestën e fundit, Braçe në postimin e tij kujton se një tentativë ngjashme për përvetësimin e kësaj toke ka ndodhur edhe më herët, me mbështetje politike nga një politikan për cilin nuk jep një emër. Deputeti shprehet se ndërtimi është ndalur pasi çështja ka kaluar për hetim, ku shprehet se një agaj i ri, identiteti i cilit nuk dihet, po synon të ndërtojë panele fotovoltaike në këtë zonë. Braçe nënvizon se çështja është në fazën e dytë të veprimeve hetimore nga prokuroria e Fierit. Ky që shihni në video që ju bërtet bujqve e ju thot boll bërtitët është agaj i ri që do të ndërtojë panele fotovoltaike mu në këtë tokë. Ç'është kjo tokë? Është një sipërfaqe toke nga buza e lumit Sema deri në Argjinatur. Është kjo mbi të cilën po rrin bujqit. 2 javë të shkuara ky tip ishte në Imsh pa policin, por me kriminal që bënin çmos të dukeshin armët. Kanë kërcënuar banorët dhe u kanë përmendur jetën e fëmijëve. A ka turp më të madh se policia e shtetit sot në mbrojtje të një grabitjeje ditën për diell kur ligji është shumë i qartë? Është e përsëritur kjo, një vit e gjysmë më parë, me mbështetje të një politikani, i njëjti tip kishte përsëri policin me vete deri ditën që politikani Ranga Karrikja denoncoi deputetin. Teksa në 2024 konflikti u ndërprer dhe nuk pati një ndërtim të paneleve, mbetet për tu parë se si do të operohet sot, marrë nga zëri.